Mes ditën e së mërkurës, një ngjarje e pazakon tronditi kërçovarët. 28 vjeçari EZ ka hyrë në gjimnazin Mirko Mileski dhe Drita, që e ndajnë të njëjtin objekt, duke shtyrë çdo kënd që i dilte përpara nxënësit dhe të punësuarit. Fatmirësisht nuk ka të lënduar, tregon drejtori i gjimnazit Drita Festim Ahmeti, duke rrëfyer se si ka ndodhur ngjarja. Prindi i personit është i punësuar në gjimnaz. Është e punësuar si mirëmbajtëse për higienë. Dhe personi disa herë e ka takuar në prindin e vetë. Mirë po, pas rastit që patëm, unë kontaktova prindin për të marrë informata më të sakta se pse ndodhi kjo. Prindi më sqaroi se një ditë përpara kam pas një mosmarrëveshje familjare për arsye të tyre që nuk mi sqaroi, dhe caku i sulmit nuk ka qenë shkolla, nuk ka qenë nxënësi apo të punësuarit e tjerë. Pika e sulmit ka qenë prindi i agresorit. Në ato momente roja e shkollës ka qenë në pauzë, thot drejtori i gjimnazit Mirko Mileski Dragan Siljanovski. Ai gishtin e drejton tek institucionet ndëshkuese, pasi që sulmuesi ka dosje të gjerë në polici. Вината е како да ви речем, пак е во системот, во човекот колку што разбрав е неколку пати приведуван, затворен, лежен во затвор. Сега дали имал психички проблеми или немал, не знам, дали користел дроги. Fajin tek sistemi e hedh edhe kryetari i komunës së Kërçovës Fatmir Dehari. Atë që dua të them është fakti që duke qenë i njohur për organet, sidomos të Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke qenë i denoncuar edhe nga nëna e tij një ditë përpara apo një natë përpara dhe të lihet i lirë të veprojë dhe të vjen deri tek kjo situatë, flet për neglizhencën e organeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por gjithmonë e them fatmirësisht që pasojat janë në këtë rast i quaj minimale se kanë mundur të qenë fatale. Në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme shkruhet se agresori ka filluar që nga shkolla dhe ka vazhduar rrugës deri tek Spitali i Kërçovës, ku është arrestuar nga policia. Në rrugën 29 nëntori në Kërçov, ajnë kërcënim me mjet të mpret ka ndaluar një taksi. Pas shka në 2 shkolla të mesme është sjellë në mënyrë agresive dhe ka sulmuar fizikisht disa nxënës dhe punonjës. Ka sulmuar fizikisht edhe një kalimtar të rastësishëm në shtegun e qytetit në afërsitë e lumit Sushica dhe një roje të punësuar në qendrën mjekësore në Kërçov, të cilin e ka lënduar me objekt të mpret. Në urgjencën e Kërçovës nuk është raportuar asnjë për ndonjë lëndim trupor të atyre që janë përballur me 28 vjeçarin. Ditën e mërkurë ne kemi pasur një thirrje nga gjimnazi i Kërçovës për një vajzë të lënduar, por që në momentin kur ka shkuar ekipi i ndihmës së shpejtë ka konstatuar që nuk ka lëndime trupore fizike, por ka pas stres traumatik. Dhe pastaj kanë vazhduar edhe 2 thirrje tjera, që kemi bërë 2 intervenca tjera, që kanë qenë po ashtu në nxënës të shkollës së mesme, por që kanë qenë fatmirësisht të gjithë strese akute traumatike. 28 vjeçarit i është caktuar masa e paraburgimit prej 8 ditësh dhe momentalisht gjendet në burgun e manastirit.